Po, te kjo është ndoshta pak më ndryshe. Kur jeni gjatë gjithë kohës në vëmendjen e kamerave dhe njerëzve, është tension më i madh. E kam kuptu që, për shembull, pak më shumë... po marr pjesën e Big Brotherit, masi kam dal nga Big Brotheri, kam pas një shtrydhje, një boshllëk shpirtëror që nuk më emociononte absolutisht asgjë, nuk më bënte asgjë përshtypje. Dhe fillova jo mu shqetësu, po me u investu pak më shumë në kërkimin e vetvetes dhe gjendjes brendshme. Arrita me sheki Hysenin me bo disa seanca meditimi, sepse filloj të më shqetësonte kjo gjendje që nuk më përkiste. E në fakt ishte një gjë shumë normale, se kisha qëndruar në një program televiziv që kisha dhënë gjithçka nga vetja, kisha shtrydh komplet veten, komplet kaluarën, dëshira për të ardhmen, dhe si duket nga gjithë ky presion, isha shtrydh shpirtnisht, emocionalisht, edhe isha bosh, nuk më emociononte asgjë, edhe thosha, po më mra mu tani një shfaqje, si e menaxhoj emocionin, se nuk më vite asnjë lloj emocioni. Do me thënë isha në një gjendje as bardh, as zi. Dhe u fokusova më shumë te vetja për me vlerësu energjinë time, për me vlerësu karakterin tem, edhe mu kthy avash drejt hapave normal që kam pas përpara se mu fut në këtë. Kjo ka qenë një periudhë shumë e vështirë. E në fakt zgjati goxha, i dhash vetes kohë, siç tha doktori, u tërhoqa nga televizioni, u tërhoqa nga intervistat, sepse ndjesia e brendshme me atë të jashtme nuk përputheshin shumë. Do me thënë, një gjë tjetër mendoja, një gjë tjetër dilte nga goja dhe nuk përputheshin gjërat. Do me thënë, fillova të bëhesha me pa dashur, sepse isha e çbalancuar emocionalisht. Edhe patjetër që... Edhe kam kërku ndihmë, pa diskutim, kam kërku shekit ndihmë, edhe më ka ardhur ndihmë të jashtëzakonshme. Ku më kthej mbrapa në kohën ose në periudhën time ndoshta më të lumtur që ndoshta unë se kam vlerësu deri në atë moment që ka qenë fëmijëria. Edhe avash duke vlerësu hapat e vegjël, fëmijërinë, mënyrën se si jam rritur, mënyrën se si e kam përjetu, vlerësova edhe karakterin edhe personin që jam sot. Do me thënë, e shkuara mu lidh me të ardhmen, ishte një pjesë që e kisha lënë mbrapa krave, edhe zbulova që të kthehesh në rrënjë, edhe mënyra se si je rritur, se si je formuar, të potencon si njeri edhe të rikthen ndoshta në një gjendje edhe më të mirë edhe më të vetëdijshme se sa ajo e para për veten edhe personalitetin.